Ku ishin ata kur digjeshin pyjet tona, kur priteshin pyjet tona? Kështu tha ky bolje që kemi ne për kryeministër, ky idioti. Pra, i drejtohet kalamajve që sa janë rrit, edhe që kanë dalë në protest për pisliqet e këtij maskaraj dhe kushdo. Qash nën këta? I thot, ku ishit ju kur unë ju qia nonën juve, që dilni tash që du me ju qi dhe gratë? Kështu flet ky qene birqeni, se nuk e kishte ky detyrë të rumë të pyllin atëhere, po e kishin këto kalamaj që sapo janë rrit. Pra ku ishit ju kur unë ju qia nonën juve? Thot ky maskara, ky plysh, ky dhemje, ky zgjebe, ka thonë sot në Shkodër. Ku ishit ju që u ngritet sot që du me ju qi dhe gratë? Ato sot u rritën më të qif deri nonën, edhe nuk kanë faj ato, se kemi qene babalarë të tyra gjutrym, që në ke bo që ka ke desh, edhe kemi hesht, se kemi shiku ose Berishën, ose ty, edhe s'kemi ditë edhe s'kemi qa kokën se çfarë ke bo, kombi ton, tokës on, njerëzve ton mërë klish kurve. Si mërë gudzon ti mërë fliqësirë, mërë zgjepe, ku e keni gjetë këtë idiot që e keni bo kryeministër? Ku ishin ata, kur në Shqipëri bohës ka bohës e o, ku ishe ti mërë të qif deri nonën, që nuk e ruje, se e thë sot u rritën, e sot do të qi nonën ty, sot do të tregojnë vetin ty. Flamingat, talët, me mjedisin, po kush pillin e nonën se qanë kokën se si do të interpretosh ti? Protesta ka shumë çështje në çështje, se janë bo shumë të padrejta popullit, janë bo krimet në dhe popullit, se cili ka halët e veta, se cili ka bindjet e veta, por ajo që i bashkon gjitha ta është se janë kundër teje mor maskara dhe nuk i përkasin as prindërve demokrat, as prindërve socialist, po janë bitë popullit tatë, mërë të shif deri nonën, mërë maskara, mërë klish kurve, mërë idiot, pa lepë dhe le thot, këta do të shkojnë të flasin në Evropë, të vishën si pelikan, or idiot, në kana një idiot politikan sot në botë, që zdi se si të vishët, jetim më shkordhat, jo në Shqipëri, po t'i dole mërë qene birqeni, me kryeministrin grek, jo më shumë se sa një muaj e diçka e tillë, me opinga si lopçar, mërë psikopat, se si në një panajër, ku ekspozion karikaturët e tuja mërë idiot, jene një vend ku profesion një popull e një shtet, u talë kryeministri grek, në ratë parti kërkove falje, mërë qyqar, që e ty e hume ti, komplet të qenit kryetari një shteti se nise me kërkim falje për pinga që ka vesh mërë pinga që, mërë lopçar, kërkove falje, ku gjithë mediat ndërkombëtare panë mërë qenë, ka gjomë të ullet, ka gjomë të poshtër, ka gjomë të fliqme, se sa një udhëheqës që vendit të nisi takimin edhe biseden me kërkim falje, me apology, mërë klysh kurve. Kështu e nisë ti mërë qenë e birqeni dhe i dhe të drejtër ati, i hape gojen ati, të thot e din veshin tate më edi, se e din që e një lopçar, që s'njeft norma qeveritare, që s'ke pik protokolli për njëri, e jo më për kryetar shteti. Edhe dele dhe thot, këto pelikanë do shkojnë në Evropë dhe të bisetojnë me Evropian, po do shkojnë shti më shurë, më klysh kurve, që kështë çdo gjo, jo vetëm të vendit tonë, por edhe në Kosovë më klysh kurve. E imponove kë bashkë me Thacin, me shit tukët e tona, të slavët më qene birqeni, po të ka ardita, se dalin mullo lloj vallazorësh, edhe thonë, po këto nuk e din se çfarë duan protestuesit, ato e din çka duan. Shqipëria nuk është në shqitje, mos shkordhat.
Shqipëria nuk është përshitje. Edhe në qoftë se e shesin pronaret që kanë tokën edhe jo klyshin që cakton ti me manipulimet e tuja si pronar tokësh. Edhe, po gjithë marrin fjalimin, marrin mikrofonin të flasin, sepse vind gjithë nga rrymët ndryshme. Dikujt i ke për shpin pa leje, dikujt si jep dokumentat e tokës, dikaj ke heq në punë nga punës është demokrat. Ka mjaft e mjaft pa drejtësi që keni bojë ju më shkërdhata, por i bashkon lufta kundër krimit, i bashkon lufta kundër korrupsionit, vjedhje tokëve, mos zgjidhje pronave. Kjo i bashkon ato, jo leku që do të interpretosh e të transformosh ti më shkërdhat. Popull im, shqiptarët e mi, e shifti se me çfarë mlidhet në përsalla me zyrtarët që paguën me rrogën e juj, me taksat e juja. Ato mushin sallat në Shkodër të vit turp çdo shkodrani që vjen edhe i banisa si në kohën e Josefinat të Pallit, ati klyshit tjetër si dashti këti shkërdhatës gjatë. Turp se po na turpnoni Shkodrën loke, me Shkodrë mori loke, pak na u duke shumë na dole. Kjo ka qenë gjithmonë që në luftën e Shkodrës me malezezët, ka qenë me luftën heroike që njeh gjithë bota të shkodranëve me Skënderbeun e kështu me radhë, moj Shkodrë, moj loke, ku ke ardhë, e ku ke ra, me këto klysha, ndalin mu ato, dardalecët, e televizionëve, lajmet e fundit doli aty, ju përgjiqi dhe da përgjiqi në duhur këtyre kalamajve të protestës. Si tha ku ishit ju, s'kan pik turpi gazetari, në vend që të thot të kapi për leckësh, i erdhi aty në shteg. Ku ishe ti, kur ti thot kryeministit, që të digjeshin pyet, se kalamajt nuk eshin rrit, në qose kur priteshin pyet. Se këta tashti u rritën po dalin zot, e ti dalish, e tallesh me ta më shkërdhat. O rinia jon, o djem të vajzët që po rritëni, ju merrni mikrofonin, edhe dukeni si jeni anarki pikrisht se jeni populli edhe nuk i përkisin një partie. Por duhet dal nga dal të krijoni një parti të përbashkët, duhet merrni njerëz të mençëm që din se si ta kanalizojnë televizin tuj, që nuk është lëvizje për se kjo lëvizje thash parë se shkëputej nuk është për pelikanet, por i përmbledh gjitha për është kundër vjedhjes së pronave, kundër shitjes së pronave, i shesin pronën të ujve për 100 dark, për $1, me bo plazhe private, ku nuk do të lojnë fshatarin e Zvërnesit, as të hecë aty, se do vejnë shazlonët në tokën e tyre. Si që kanë ardhë lloj qene biriqeni në gjirin e Lalcit, që kanë dalë një padron që pas ka pas këtë gjirin e Lalcit, po qindra kush ka ble vila, pronarët atyre tokëve të manipulume, edhe nuk lejnë fshataret e Lalcit, të kalojnë aty se kanë vush shazlone të pidhanonët të dy partive. Prandaj vëllezër e motra, protesta juaj nuk duhet ndalë dhe nuk është protest për pelikan, por përfshijmë gjithë. Brengat e dhimbjet e padrejtësit që janë bo popullit, por është kundër krimit organizuar, kundër korrupsionit, kundër vjedhjes pronave tuaja, kundër moszgjidhjes së tokës. Në qoftë se vjen një biznesmen i huj, ai e bën kontrata vetëm me pronaret e tokës, edhe jo me delenxhilet që kemi në pushtet. Me këto maskari, Sami Gjoka ju përshëndet.